Ky podcast u mundësua nga Max Mavrud, Max Wine, vera më mirë shqiptare, Bit Investment Group, Tenda Tushi, Big Brother Boutique Shkodër, Eagle Rental, Zeus Dental Clinic. A kuptën o vë se ti personazhi më negativ i Big Brother Fit Kosova 4, vë ti të forsi me fituesi. Vole! Seksualitet Sasa Hoda, ti si je shqiptare, ti ke Jack Serb. A e kam thënë. E pe edhe ti që nuk e kam zemër dhe shpirtin e prishur. A është mirë që kam përmend familjes saj nuk është mirë, se familja nuk ka lujt me lojë. E Leona nuk ka bo lojë aty, por historia e saj ka pru aty deri ku erdhi, ka merituar dhe gjysmëfinalen për finalen. Labino Drejgja, mirë se erdhe, si fillim po të nëroj me një gotë ven. Unë nuk e pi. Ti nuk e pin? Mush më nderu, po nuk e pi. Po pësa më lab më burë? Po ti di që se pi. Pa kena sponsor burë. Po unë e respektoj. Gjithsesi, Max Mavrud. Që kajt është për ardhë prodhimi. A Shqipni e do lab? O shumë e mire, besoj që shumë e mirë, por nuk e kom pi sa dush, po tash nuk e pi. Labino Drejgja. Edhe që është e provokimi. Labino Drejgja. Po normal se do unë kam thonë dy provokimet tëna. Sasa Hoda, ti si je shqiptare, ti ke Jack Serb. Kjo ishte deklaratës që i tha të Sasës, momentin që i erdhe. A e kam thënë? Po. Ku i ke Sasa Hoda, e ka po, ku kam provë, një Big Brother të ka pa, një Shqipni ka pa. Një sekund, fjalë të ishin. Sasa Hoda, ti nuk ke Jack shqiptar. Gjyshin e ke serbe, me fjalë nën kuptimi është ti je serbe. Ky ishte nën kuptimi jot. Ata që vidu që e kam thënë? Çe ke thënë? E kam thënë vetëm një fjalë. Sepse unë nuk ju them juve që të zhiteni nga balkoni edhe të zbritin prej katën 10 të poshtë me kokë direkt në beton. Po ju tani që keni qenë shumë të dopt gjatë lojës, çfarë ti bëj unë juve? Unë i kam thënë vetëm një fjalë. I të marrë argumente si të më kthy përgjigje për faktin konkret. Argumenti është ky, domethënë tash ne kyçëm në YouTube gjatë. Jo, s'ke nevojë YouTube, bëj mohabet, s'ke nevojë YouTube. Vetëm a e ndjen vetë shqiptare. Po pra, edhe çfarë të thotë? Tjetër është kuptimi ti që po thu, ti s'ke gjak shqiptarit, tjetër është po kuptimin aty e kishe ti më lap, sepse edhe mu, shikoj, edhe mu e diskutuam bashk, edhe thash, lap i ke thënë keq. Jo the nuk ja kam thënë me atë tendencë. Ama ku erdhi Prime vlla, doli tendenca valla, si i thon. Sasa pyete vetin, a je shqiptare? Thash edhe unë dëgjoj, edhe fëmijët e mi që flasin që janë lindur në Zvicër, po gjakun e kanë shqiptar, kanë babën dhe nënën shqiptar, edhe gjyshërit, edhe ka dajt, edhe ka ana ime, domethënë janë gjithë shqiptar, autokton. Këtë flamurin që ke këtu Sabolitinin, edhe Ismail Çemarin, atë edhe gjakun e Kastriotës Skënderbeut, edhe gjakun e dëshmorit të tanë, Adem Jasharin, Toni Micin, Zahir Pajazidin, i kemi ne. Igo Sasa, Klodi... Gjithsesi mbas ditën e parë, mbas natën e parë që kam dalë, une me dhunë që më kanë qitë, se me publik... E diskutojmë avon, Po, une kam takuar me njerë Sasën, kemi shku me bashortën time të shtëpia e saj. I taku me Sasën? I keni zgjidhur ato mos marrëveshje? Kena pas marrë, ajo ka qenë vetëm lojë. Me fjalë, po edhe nga ana Sasës ka qenë lojë? Besoj që lojë, përse unë pash një deklaratë që me larg parzit në ATV që ka thonë Sasa ja dha një pyetje moderatorja, tha a ki bërë disa fshehurëzi, disa gjëra brenda, a ki qenë sinqert, tha jo, se kam bërë diken brenda. Domethënë edhe s'ka qenë. Me fjalë, mirë se ty s'ta dash me ta zonë Besa në Big Brother si ke baloj, pa dhe Sasës nuk e ka me zonë Besa. Aq, vazhdojmë tutje. Çfarë? Me shprehjen tim Klodi natën e parë si erdhe. Unë e moj men, ishim gjithë bashkë, bile unit me në këtë dytë, edhe Klodi edhe Lundrim, ju jeni qift. A pet je gabim, do ta korrigjoj. Jo, këtu nuk jam gabim se jam kanë dëshmitarën. Do ta korrigjoj fjalën tënde. Klodi edhe Lundrim, ju do delni qift. Ju the. Ja pra, edhe kamermanët e tu janë duke qeshur, sepse ti the diçka tjetër, tani tu diçka tjetër. Ku qesh, mo janë shumë serioz. Ja tu qesh vllai tjetër, ky duke shikuar telefon, ti ai tjetër po qesh. Domethënë, tjetër është gjë.
ju jeni qift, a ju du të dilni sikur qift. Të jemi të qartë. Sepse edhe një libër nëse është dikush autori, nëse një presje e heq shtypshkojnja, e up kuptimin e komplet. Të jemi të qartë, domethënë të kesh kujdes do thotë në Po më la, po ti akuzove, një sekond, se ti akuzove lëndrimin, Vetëm nga veshja e lëndrimit, ti the, vlla, a mashkull sa mashkull. Në rregull. Nuk është mashkull, vlla, këta janë, i sekond, se e kena diskutuar bashkë më mbet. Me fjalë, ti je personi që vetëm sepse lëndrimi vesh një pelush, ti diskuton Fole! seksualitetin e tij. Ama ti për veti si lap, ke dal me buskuç, ke dal me fjongo, ke dal me sytjena. Super. A do të përgjigjen time? Jepi. Momenti që unë nuk kam pa në shoqërinë time dhe në rrethin tim, posaçërisht në qytetin ku jetoj, në një provincë, e cila vin nga Raveci dhe janë punëtor shumë të fortë, janë punëtor që nifemi si punëtor dhe nuk kam parë kur me një darsëm dikush një mashkull më vesh ashtu. Edhe unë para me ato fustana si vishet. Jo, sekond. Lëndrimi do nuk ka vesh me fustan. Lëndrimi a vesh ka marrë atë pelushin e Benites, edhe kjo ishte arsye që ti një farë mënyrë e cilësove si gay. Vetëm nga pelushi i Benites. A mund të them diçka? Po valla, shumë zona. Ka shumica persona ndoshta edhe janë brenda që kanë qenë si vjet, por nuk e thonë, nuk kanë guxim me thonë sikur vullnet klasik. Një sekond, se ke ishte shumë ekskluzive. Ti po thuaj se disa persona që kanë brenda ty kanë gay. Unë nuk kam... Sa pa the? Unë nuk mund me thonë që 100%, po unë dyshoj që po. Për një 5 po. 5 vetëm. Ma thuj emrin. Nuk kam nevojë, ti e din. Dyshoj, nuk thash që janë. Okej? Dyshoj dhe dyshimi im është dhe do të jetë përgjithmonë. Po ti një atë persona që u gazove të më nga sasa se je biseksual. A hina ti të këto persona? Unë kur kam dal, prandaj dush me falenderu mu, sepse unë, do më thënë, aty nuk e kam e pellë ti, që nuk e kam zemër dhe shpirtin e prishur. Sepse unë qatë natë ku mujt me ek me zarëzi një 5 persona. Ta them se. Momentin që ti e akuzon dikon, edhe plus e sulmon. Pse më kush ka shantazhu ty, jam aja lapse nuk ta pranoj këtë. Nuk ta pranoj këtë. Kush ka shantazhu ty? Çe po ta them, në momentin që ka ardhur sasa te shtrati im, ajo më ka thonë ti e bi trego që e bi. Edhe unë të kisha dash, unë çakum kur erdhi edhe Edi që kisha një amanet nga jashtë që mos shkoj deri te edhe allash një shenjë që ta njoh babën, djalë Dugaxhinit. Po e di. Edhe allash sepse ne shoqëri e kemi baba e tillë me shoqërinë time kanë shoqëri përbashkët. Edhe unë në fakt unë mendova që ai do të afrohet afër me, pasi ja thash po edhe ai kuptoi, mendoj që edhe banorë kanë tregu, ky ka me sulmu, din shumë për ty me përkundrazi, unë ka qenë pozitive që unë kam dash ja tregu. Prejtë sasat ka akuzu se e biseksual, jo. Tani, une kam pa video që i thot Klodi, kujdes se ki me dalë me zarëzi, edhe ki me dalë shumë keq, edhe une që bëra, që mos mi, sepse erdi Eliona, Klodi, Sasa, edhe plus i Gjerta më bërditi shumë, vetëm Benita ka qenë aty, edhe ti pak erdhe si brapa, erdi edhe Toni brapa, edhe Edi erdhe me mësulmu me boks mu, dhe më thonë, e ndali Klodi, se Klodi duke njohur formatin më ershme që ka luajtur në Itali, edhe çka ndodhi, unë shkova për mos më bë panik shumë të madhe, që mos më ek me njerë 4 veta me zarfzi që mu isha 99%, edhe çka ka ndodhur, unë kam shku në living, kam nejt një 2 orë, që derisa që qetësohet pak gjakra, edhe kam marrë përsëri, edhe tani kanë qenë gjithë në gjumë, edhe po të kisha nejt aty, ata kësa ka qenë afër edhe më ka sulmu në fakt po tish ka mesi ka sulmu sasa po gjithsesi po tisha vetë edhe pak aty nuk ke nevojë me bëma drama aja nuk ka sulmu thjesht ka kështu hajde kaq ata prit video pa ja borës nuk më quhet sulmu kamerën e qendrohet ne prit edhe dalim këto zonin edhe gjithë fjalë nuk i drama ne mund të flasim çka dush po ky është që nuk gënjen. Pa më la, po nuk ka sulmu më la. Po, ka sulmu që ku i ke këtu, a do në pozan provë. Bjerë. Pa prite, sa hapet, të thotë.
po derisa hapet, edhe e shet që ajo më ka Nuk sulmu, me- edhe i nuk tha me- edhe Olta Gixhari i tha, po të kish qenë ka Messi, është fillimi, ti kishe dalë me zavëzisht, se ti i ke sulmu, i ke prish gjumin, ki shku në më të natën, i ke gren dorë, në më të disa herë, po unë të kisha vazhdu. fjalë ti po thuaj se ke pas mundësi me zjarr sasi në Zavzi, po s'ke dashur ti. Jo, kisha net edhe pak aty, edhe të vetëm ti ta kisha nervozuar pak Edin, edhe Edi më kishte sulmu, kish dal. Po të kisha net edhe pak, të kisha sulmu edhe Londrimin, i cili ishte nervozuar shumë me mu, edhe ai kish dal, por edhe Leona. Po Leona ka qenë shumë e meçur, nuk u afro shumë, ka në teshtrat e saj. Okej? Shumë rregull, shkruajmë tutje. Sa politikani, se çam tha, se çam bani magji. Më bë magji. Shumë Ec olla, ec tutje. Ec. shumë komente. Moderatori më i dop shqiptari, ec. Shumë komente lab janë që a nuk ka gjëna. A nuk Je ka madh, gjëna po e kom pa. që nuk që ke lujt me Elionin dhe me fatkeqësinë e saj. E para punës, gabimi im ka qenë kur kam përmendur babajnë e saj si kriminal, dhe më thonë se nuk është babaj e saj nuk ka lujtur aty në lojë aty mbrenda, por me qenë se Zënjusha ndërume ka lujtur me historinë e saj dhe e di që shumë personave ka prekur historia e saj mbi gjithë edhe mu, edhe familjen time, historia e saj është shumë e dhimbshme, por mos harroni që unë të kam thënë aty e do ta them edhe tani. I vetmi VIP që ka njohur shqiptaria është Labino Tregja aty. Kur keni ju, asnjëri s'ju ka njohur juve. Edhe kur keni një asnjë, ju kanë thënë kush janë këta, kur do hin Labino Tregja, sepse unë Bigun ja kam nis 2 javë përpara. Jo ju kur e keni nis. Bigun ja kam nis 2 javë përpara. Kontrata ime gojore, ti ki pas takim në Korrik apo fund Korrikut, unë kom pas me 11 qershor. Ta tregoj provën, me provë. Por për gabimet e mia që ja kam tregu disa sekrete që nuk duhet më tregu, edhe unë i kam prish kontratën cilën kam pas me Olsa Mehmeti. Do të ta tregojmë takimi i parë i cili kontrata gojore ka qenë me para teje, para vetëm 3 veta kanë qenë deri atëherë. Është me 10 qershor, 10 qershor në ora Është janë mohabetet e tuja me Olsen. Po, jo, tani kemi pas takim me 10 qershor, çka ku jemi taku. Hajde të Tregoj të kamerë. do të thonë afro, do të thonë që Olsen me 10 qershor unë kam pas kontratën para juve gjithëve. Mendoj ndoshta 1 apo 2 ka qenë. Kë para meje, unë kam pas kontratë, po me gabimet e mia u prish kontratë. Tani mu nuk më ka ftu produksioni, po më ka ftu njeri prej drejtorëve të gjithë përfshirës të klanit për me hinë në BIK. Edhe unë kam pas me një tjetën ditë me juve, po për rastet e mia që kam pas brëmje, domethënë nuk kam mujt me up edhe problem që më anulu dikujt brëmje dhe darsma dhe tani kam pas premte me i, po më thonë ju keni të hënën, premten po ta them tani, vetëm mos më të prej. Të hënën, premten s'ku mujt me i, të hënën më kanë thonë hajde, të hënën kur kom hi, edhe për me edhe pak përfitime ala dhe përsëri kam i me votën e publikut, mos haro. Apet do të thonë vetëm me tregu, edhe po ta them vetë unë më ka thonë me telefon, Bixhallat e 9000 qyre sa vota ke. Bixhallat e 9000 vota hyrje, pasha zotën e atë korridori. Vetëm me hy. Vetëm me hyrje, domethënë gjallat e 9000 vota hyrje në botë korrekt ajo, çat ditë më ka thonë kur histori Bigu që Si është raporti sot me Olsa Muhamedin? Unë nuk kam asgjë keq, vetëm i du drejtësinë. A flet me ka taku me fol me të? Ka taku me menaxhmentin im. Menaxhmentin. Pse nuk ishin në finale lab? Pse nuk isha në Jo, finale. jo, shiko. Jo si konkurrent, por si i ftuar, si ish banor, që ishim unë dhe disa banor tjerë, ishim në finale present. Pse nuk ishin në finale? Në finale kur s'ka pas as vota. Ata ardhën nga produksioni me kanë finale. S'ka që se nuk kam dash me Si s'ka gjë? Atë ka ardhës as ka ardhës? Jo, nuk ka ardhur. Nuk ka ardhës, me fjalë vetë produksioni nuk kanë ftuar në finale. Po nuk ka pas nevojë sepse ne tani un kam thënë që të nesërme. Dgjoj, deri atë ditë që kam dalë vetëm publiku në ta kupton, deri aty që kam dalë kam thënë kush e shan produksionin është turp. Prit. Ua, ki shot ti produksionin se ka shok kush më la. Ai do më kuptoj ajo. Po jam.
Ja, unë do dalë, pra, nëse ti nuk më lejon me Po fol. ja, po ja më lëm nuk lejoj me fol, nuk lejoj me fol, sepse ti thu ashtu pra se ti mas pari ti pari nuk ka ish banor tjetër. Ti don kamera, ti don aktrim, aktor. Ti kena mon Big Brother, Big nuk kam ditur mos po ti mos ja. Po ti që e pi unë nuk muj me se ka pas disa pianet sa brenda, po çka ti bëj tash? Kushtrimi ishte pianet. Vet fjala tregon. Ç'a më di unë, ç'a di unë. Unë a thash? A e thash unë? E the ti. Unë nuk e thash. E kështu që Max Mavrut ka nevojë për shishe tjetër se marrë kjo. Po, e tani, ta them, ku ishte muhabeti e tash. Atëherë, ti personi që ke shumë shumë produksionin. Momentit, më fal, janë mbledhur këtu mbi 15 veta. Dëgjoj, momentit që kam dalë aty në panel, kam thënë personi që e shan produksionin është turp. Jemi dakord deri këtu? A jemi dakord? Okej. Momentit që kam kaluar mas 2 ore pas dalje të Bigut, që më kanë prit mbi 30 veta personeli. Po, njerëzit tuaj, po, okay. Jo familjarët e mi. Po mirë, personeli menaxheri im, domethënë Eraldi dhe djali im ka prit të tjerë që kanë super. Po. Që kanë, po, në momentin që kam dalë, të nesërme menaxhmenti im ka thënë shikoje kërcenimin nga produksioni në ora 2 të natës që kanë thirrë kurrentime që kanë kërcenu. Momentin që unë kam pa gjëra. Produksioni ka kërcenu grundane. Po. Okej. Momentin që kam dalë jashtë, e kam pa gjëra të pavërteta, domethënë gjëra të mërshme, edhe tani kam dalë kundër produksionit. Si e ka kryer? Me fjalë. Një fjalë po të pyesoj. Tani jemi sigur se mos haro që mos haro kam edhe për ty me thon shumë gjëra, domethënë mos haro se mundesh ti me mbyt, a dini këtu sepse unë të kam qit jashtë, s'm ke qit mua. Kemi qenë bashkë në nominim. Kërkoj ndjes. Unë të kam qit Ibrën, unë të kam qit Shkurtën, këtë ju që jeni kon aty, i kam qit jashtë. Vetëm i Gerta e cila nuk ka pas asnjë vot, po respekt për bukurinë e saj, respekt si zonjë, artikulume, ndershme, respektume, po ajo ka shku finale sepse ka me punu klan, së shpejti edhe ju ka vit me apo reklamat madhe. Po me respekt. Ti thu se Gerta se ka meritu me kanë finale, ti 200 vota, nëse Gerta ka pas 1000 vota në finale, une zyrtarisht po ta them që sot e ndali karrierën kur për jetë më nuk thena as Shqipëri, as Kosovë, Zvicër kombinat. Vetëm net mi thot për produksionin që ka pas 1000 vota ajo në finale. Gerta nizove? 1000 vota vetëm çaq. Du më shumë. Ose në ta gjen dikon, shoqëria e saj, familja e saj që ka votu online, domethënë me kompjuter që mund me votu, jo 5000 vota gjithë atë rrugtimin e saj. Çaq që du. E vjen ti po thuaj që a unë ja dëshmoj asaj. Big Brother ja dëshmoj asaj që vetëm për finale Labinoti ka pas 70.000 vota. A është e vërtetë se ke shit shtëpinë Labinot vetëm për vota të Big Brother? Ke shit shtëpi vlla, një shtëpi ke shit vetëm për. Çfarë tash e them atë? Unë kam 3 shtëpi Raves dhe kam shitur një shtëpi. Ke investuar ti lek tuja, ke investuar lek tuja në shtëpinë Raves për shkak biznesit tim. Biznesi tim i cili në vota lap, ti vet ke investuar lek tuja në vota, ke hall lek tuja në vota. Dëgjoj, unë brenda, dëgjoj nëse ti edhe një herë po ta them, nëse ti bjen nëse bjen ti me fjalë ti mia. Orva lënë mbrenda ina jashtë. Ola presion. Komaru Big Brother. Tu ina shamat, tu ina shamat podcast. Mos ti të vol për hoxhën dhe për priftin këtu. Si tu vol vlla, as për dashni, as për darje, as nuk e çeli tu tani podcast, nuk e çeli ti për martesë dhe për si Labinot hoxha. Ti nuk e ti për vota. Unë jam këngëtar solist, edhe këndoj, di me këndu, edhe aty kemi boloj. Domethënë ti ke ftu këtu mu me fol për Kronin edhe Raldin edhe klanin. Ti më ke ftu për Bigun këtu, sa persone, edhe për karrierën time. Super. Edhe jam të pyet konkrete, ti vet lekët tuaja personale. Ke argjun vota? A disa gjithsej gruaja ime ka investuar? Pasha 2 çuna që e kam, jo më shumë se 1000 franga. Gjithsej. 2 çuna mos i pafsha gjallë. 1000 franga. Nëna ime, gjithë votat tjera kanë thjesht shoqëria, publiku, edhe po ta them. Po të ishin çu, kreta ata. Edhe shumë ka qenë dita e mërkurë. Unë kam me datën 23 nëntor. 23 me 30 nëntor i bjen e hënë. Një i bjen e martë dhjetor, me 2 dhjetor ka qenë e mërkurë. Kur të kam vërsul edhe ty, domethënë kam jo me që diçka që kam dash me qit jashtë me njerë.
Po kom dash me të çu për xhumit pak. Edhe kom që unë jam ai që të kom çu për xhumit. shka, Ju ta them me prova. Edhe dëgjoj, edhe të kom çu për xhumit, edhe dëgjoj. Edhe kam thënë hajde me mua se kam nevojë me Për i diçka lëp ta them në sy. Edhe diçka, është e vërtetë. Ti je një nga banorët. Po. Edhe unë gjej rastin sot të falenderoj sepse Jo, falenderoj. ti je banori, Se ti ne fimi që 3-4 vite. Ma lëm breta kry, ma lëm breta se du me fol mirë. Vazhdo, ec. Du me fol mirë për ty, du me fol mirë për ty. S'ke nevojë të mirë, vetëm sinqeritetin. S'do hiç sinqeritetin, asgjë tjetër. Ti je një nga banorët aty Po. që më ke mbështet, më ke përkra edhe je munu në Unë të kam thënë aty jetë aty edhe 2 javë sa për në informacion. stilin tan në Informacion. stilin tan që mu më përfshin loj, edhe për këtë Ti falenderoj. që ki pështu nominimin e parë, unë jam ai që të kom pështu, edhe diçka risi. Ky i merr meritat se edhe risi, ky i merr edhe meritat risi, që më po ka i them- pështu mu me po i them- nominimin e po i parë. them- Labi i merr meritat që më ka zjarr mu nominimin e dytë. Labi i merr meritat që tani pas ke bërë ti vëlla. A, do ta them. Ti pas e kanë produksioni aty vëlla. A do ta them. Po jam lap se s'ke kanë ti A do ta produksioni them, vëlla. edhe diçka për e të parë ekskluzivisht te podcasti jot po i them që kur kanë qenë nominim motrat kushtrimi edhe Labinot Axhiu, i cili ka dalë atë natë Labinot Axhiu, unë jam ai që e kam shpëtu motrat, sepse kam dalë jashtë edhe kam kërku votat se dojsha me dalë kushtrimi ose Labinoti, jo motrat me njerë, se na kanë vyt, ndoshta ajo strategjia ime më kanë vyt ata pak më vonë. Edhe kishim nevojë me pas femra më shumë sepse ishim më shumë mashit. Jo më ajo ishte. Një sekond. Te Prince Cafe, pasha zotin kam kërku votat. A disa vota kanë pas ata gjatë votimit të tyre? Po mirë mo që 300 vota dhe 2800 nuk është e thonë 2800 vota, 2800 vota i ka dërgu nëse dojnë ata me pap me prova. 2800 vota i ka dërgu qatë natë Dajku. Ata kanë pas vetëm 3000. Kush e Dajku? S'ka rëndësi. Dajku një që më donë shumë mua dhe ka domethënë Edhe ai ka dërgu vota për motrat sepse i ke unë kam kërku. Jo lek une, ai lek të veta. Do thonë sepse unë kam çaq dasha mirë që unë ka qenë dita e mërkuret ata me 2 dhjetor kur e kam kërku gjithë kokë me kokë. Unë me juve kretve, po s'keni pas guxim me dalë. Asnjëri hiç. Asnjëri kretve kum ajo ti e bën. Në tin publiku me 2 dhjetor. Dikush e fut banjë me ty me dalë nominim me kokë me kokë, por nuk çka është më reale. Që ju s'keni pas guxim as, domethënë, këtë komplet me dalë sepse keni pa fuqinë time. Me para punës që unë kam bërë shumë shoqëni me mirësi, me dashamirësi, edhe me sinqeritet, edhe kur kanë qenë ata, ndoshta keq unë kam qenë aty për ata. Edhe është e keq, domethënë kur ti e ke shoqërinë për të mirë o për të keqe, ata ta kthejnë gjithmonë me të mire, momenti që ti ja ke bërë të mirën atyre. E tani, unë kam pas shok, po mu qua edhe ju. Edhe kërret kur s'kishit më të me fitu. Mund ka ikë produksione jashtë. Jo as publiku, as lojtar. Shumë pëlqen veti ty. Po ti ki pa. Unë ju kom e kjo edhe të veta, valla. Anive. Ju që ka, domethënë produksioni Shumë duket se të pëlqen veti. Kush t'ka thirr ty? Kush t'ka zgjallë ty? Produksioni. Shumë duket se. A ki dal para me? A ki dal shkurt, a doli Jasmina. A doli Ibra. A doli kushtrimi, a doli Labinoti. Po, ka ma keq që këngëtare që do të vetës që është këngëtari më një orë. Okej, mirë, dhe me bëmë më betë konkret. Okej, mirë Labi. Qaq? Unë dola, okej, unë dola. Po të kisha dalë unë e para kushtrimit, kur mikrofon me dorë si shaka më. Qa fitove ti për Bigut? Unë fitova. Ti që nejtë 3 javë më shumë, qa fitove për Bigut? Unë po të them, bona loj, bona... Po mirë, qa fitove, vla? Letë që të bona loj, qa fitove? Viti ka 365 dit, unë jam i zënur 150 dit. Edhe nëse ki nevoj për punë, me bajt mend datët e mia, mundesh mu punësu të unë. Me fjallë ti po thush që Bigu ty të ka dhënë punë. E falenderoj Bigun që më ka dhënë punë, po dhe unë e kom dhënë punë atyre. Me fjallë ti nuk ke pas kërkesa, nuk ke pas punë para Bigut. Me fjallë shqyqyr si pas ke inë Big për me gjeti fije punë që ti s'pas ke pas punë. Kjo është edhe që po thuti. Unë pasurit time... Jo, unë po të bësh qa ke fitu për Bigut. Pasurit time... Ti më thu mu se unë jam i zonën. Me dasme, me koncerte. Falë, ku më ki njofë mu, ti? O lena më ku të kanë jo, ku më ki njofë ti mu? O lap, unë ty ku më ki njofë ti mu? Ka vite lap që unë ty njofë, nga konga Qoregjo. Basaj ku? I sekund. Basaj ku? Sa erë ki kërku me arë misionit të në podcast, ku mujtë me arë?
Është e vërtet. Pse i zanë shumë me dasmë Jo, me më prambje. s'kam kërku, Ja, s'kam kërku sa herë më lap, kam shkruaj herë më lap edhe kaq, nuk kam kërku sa herë më burr. Ja, pesër po. Bjerë më telefonin, hapi mesazh. Pesër po, ai tash Bjerë hapi mesazh. 3 vjet brapa. Po jo më lap, po jo më lap se Lodhet nuk mos thujm sa herë më ke kërku më. Po na dizi kishe kanë politika një mirë ti. Na i lirë. Kishe kanë politika një Na i mirë. lirë. Shumë jam Sot për sot, lap. Sot jam mësuar Lap shumë ku janë, kam okay, parë. i pyetje tjetër, se më Mo vjen keq Ishim se mbi- dal një çift për brenda se ke qenë afër çift me dal. me ke Me shkurtën. Jeni përçy. Nuk e din nga ana e saj, po ti ki përçy. okay. Edhe me Elionën ki najt kohën e fundit. Edhe ki bisedu në shtrat një natë tër natën. Okej. Çka gjithë nuk e di. Është e vërtet kjo. Okay. Faleminderit shumë. Tash me të bëj Faleminderit pyetje. shumë, çao, natën e mirë. Shef nelt, Edhe anosh. shef drejt, shef anash, këtë po më duket se bëna syrin. A shef Lepin ti e që drejtë. apet ti vjen me fjalët e mia. Ka doni thënie tënde që ka met aty? Asnjë hiç. Do thotë ti s'njeh kërkush vlla. Unë më jep shumë keq. S'njeh për bigut. Je shumë keq. Gëzuar. Çfarë bie këtë gotë time? Lëvin e drejtë. Kur ishim big, Jo, pi e gotën time. Se nuk e pi. po jo mos e kam timin, thënë Pjesa u pi edhe u kryq. Jo, kam të mirën. Po që mos e kam prekur, që edhe këtë. A ka doni thënie tënde, vetë ti u bie në fjalin time që un kam lënë aty, Si ka mundsi. kam lënë aty zhurëm, kam Okej, lënë fal, ka lënë. Mirë, ka ka lënë. lënë Dakor, ka lënë vulën, ka lënë zhurmën. Unë një video e hella me ty, vëlla, vetëm komente negative morra. Si ka mundsi. Mos i ke lënë zhurmë. Momenti Mos i ke lënë zhurmë ti, dakor se jam zhurmë. Mos i ke lënë zhurmë ti. Një pikë komenteve ishte Aman thuj lapit mos ta përmendin më Rahovecin sepse nuk je kreneria Rahovecit, ti je turpi Rahovecit dhe mos e përmend më Rahovecin. Ti ke lënë zhurmë lap, ke lënë zhurmë. Por a ke lënë zhurmën për mirë apo për keq? Sepse zhurma shumë e thjeshtë me lënë. Shiko, unë tani nuk punoj në Facebook Tash çdo koment që un kam hell një video me ty, edhe kam thënë publikut, do të jetë i ftuar lapit, çdo koment është koment negativ. Edhe unë nuk kam lidhje me ato komente. Ti isha ai person se unë nuk i lexoj komentet. Shumë rrallë i lexoj komentet. Por nga çka kova pyetje nga publiku, edhe ti ishe një prej atyre që kishe hi në aty dhe kishe komentuar që këto janë robot. Edhe shumica me fjalë, gjithë komentet ishin komente negative. Një prej komenteve thotë që thuj lapit mos ta përmend më Rahovecin. Një prej komenteve ishte thuj lapit mos ta përmend më Rahovecin. Është gënjeshtër këto. Kishte shumë prej atyre komenteve që në Elir më bën hall do ta bëj unfollow sepse ti je shok me labin. Shumë mirë. Momentin ne që zihemi këtu, do të thotë do të kemi shikueshmëri shumë. Nëse ne flasim but, mirë, s'na shikon askush. Momenti që flasin njerëz keq për ty, dihet që punë ti ke shumë të mira. Momenti që flasin njerëz mirë për ty, urgjent shko dhe shiko çapo ndodh sepse dëgjoj, ky është Rahoveci im. Që prap të Hajde kamerat, lutem, afro. Shikoj këtë kjo muzikante, muzicientët, profesorat. Këtu janë kom 15.000 vota, në një 5.000 vota, do më thënë kanë qu vetëm Unum, restorani i njohur Rahovec, kurse këta janë muzikantët cilë kanë qu 15.000 vota. Pse pra flasin ashtu për ty lap? Flasin njerëz dasha keq, po do më thënë ti që te Rahovecit. Po jo ma një pikë komenteve se nuk thashun, një pikë komenteve. Po pra, një pikë komenteve ishte thuj labit mos fol më për Rahovecin sepse nuk profesion Rahovecin. Lutem ato edhe muzikanta që kanë qu sa vota. Din ajo foto e famshme që është mia tribuna e lirit, nëse tash më bjen, ashtu që kujdes mikrofonin. Labi, a je dakord me 5 finalistat që dolën? Shikoje na e lirin e famshëm që doli mas 2 jave. Do thënë, A je dakord me 5 Jo, as finalistat që dolën? as pak do të thotë Me kë nuk je dakord? Klodi nuk ka qenë për finale. Me qenë se unë mendoj që Klodi ka qenë një artikulum dhe strategji italisht që ka pas. Po lënë telefonin Po unë tash. po ta gjej do gjonat që ti nuk e ki pas, po ti tregoj. Aty në din tash unë do të më për kujdes, ok, nuk e kam telefonat tjetër. Po, Klodi ti thu nuk e ka meritur finalen. Klodi ka qenë shumë strateg, ka qenë shumë po atë lojën që ka pa Itali nuk e han Kosova. Edhe ai në finale ai më ka kërku mbas që doli Bia, më ka kërku Benita
që më ndihmu Klodi që mos me grupi im mos me nominu. Ka qenë në katën e dytë aty kur kena bledh Tesha, ne ta shikojnë dikush video mirë, edhe mund me gjetë aty, nëse është transmetuar ajo, nuk e di. Edhe kam thënë mos tani se ka thënë jam i sigurt që nëse nominohem një herë, dy herë kemi qetë jashtë se nuk e di sigurt. Okej, Klodi nuk e ka. Edhe më fal një herë kur ka ardhur droni lëndrimit si kihin dil pre Axhës, të cilën të tjerëve ja kanë dhënë mundësi me ardhur drona me familje, me shkryme mu kuriç. Mu vetëm edhe domethënë mi kanë dalu drona, mi kanë dalu foto me shoqëni që kanë pas me miqu drona, mi kanë dalu shkryme, domethënë krejt mi kanë dalu Tesha, rrobat, gjitha. Okej, këtë gjë e din publiku, e gjin të gjithë. Klodi, domethënë aty ka ardhur ka thonë kuzan frangjesht, a mendon që edhe ti që publiku jashtë mendon që jam çift me lëndrimin, unë kam thonë besoj që po. Ke kujdes, ndrysho lojën. Edhe ai ka ndryshuar lojën. Momenti që ka ndryshuar lojën, indirekt dhe direkt prej Leonorës pikërisht i vishin domethënë informacione nga jashtë me duke i tregu gjatë prime-it. Jo, ju mos u ndani, po ndryshon lojën. Çfarë do të thonë kjo informacion prej jashtë, do të thonë ju pëlqeni bashkë trio. Tani ata kur ishin në dhomën e fëmijëve nuk ishin një pas një, po ishin të tretë. Tamam u prishin bashkë, të nesër me bashku ishin. Do të thonë sepse un jam i sigurt 100%, meqense kam do video, do të dalin shumë shpejt prova, që ata kanë pas informacione gjithmonë prej dhomën e fëmijëve të tretë, çish me lujt edhe çish më kon bashkë. Okej, ndryshe, Klodi nuk ka pas, absolut Klodi nuk ka pas me çën finale, nuk ka merituar edhe i Gerta. Me radhë. Ti po thu që ke informacionet që ata kanë marrë indicje nga në dhomën e fëmijëve të tre se si me lujt lojën. Po. Ti postove shumë video, lap në faqet tuaja. Jo, korrekt. Bravo. Po video do shinen. Po i kam edhe 100. Po video do shinen. Pse u shinen? shinen? Edhe 98. Pse u shinen videot? Po është jam po presi diçka. Ça? Është gjë ime. Nuk ka nevojë. Po s'mundesh më thon? Jo. Sepse ti ishe ai që fole shumë kundër produksionit. Zjarre video ishte koha e shëron plagët, nuk muj me thol më shumë. Faleminderit shumë. A ishte telefon ai që ka pas Alba Mran, që zjarret i videon që thashë shko Alba ka pas telefon Mran. Unë kisha gjetë telefonin dhe Labinot. Unë kisha gjetë telefonin aty. Labinoti tjetër. Unë ta kisha gjetë telefonin, unë kisha kërcenu direkt te produksioni dhe unë pas një vot kisha fituarën. Ishte telefon ai? Po, 100%. E thu me 100%, Po, qysh. I ka thyrë rregot bingo? Dëgjoj. Telefonin e ka gjetë Bia, e cilën e ka pas Alba për komunikim me dikon, edhe kur u msherkin në tualet, i di që kena pas kamera dhe tualet, po kena mujt me fshef përkohësisht me doni peshkira apo diçka. Edhe se disa njerëz nuk e kuptojnë që kur i them edhe tualet kena pas kamera, nuk po besojnë. Ai mi dakord po 100%. Edhe të mashit edhe të femra, do thotë. Edhe tani çka është me rëndësi, edhe ata kanë bërë edhe te tualeti femrave kanë bërë edhe dushin, e bën mend? Po me shkëputjen e kontratës marrëveshje me Iqballën e kanë ndaluar aty se ajo ka pas mula aty, që mos me pa publik. Tani e kanë lënë jashtë mulat të gjithë për shkak se më kon pak ma dinamike, ma pas shukshmëri. Ecim tutje. Domethënë, çka ishte biseda unë? Çka ishte? Vallai verova pasha zotë. Te telefoni. Domethënë, me daljen time ne e kemi gjetur një person, jo unë, po menaxhmenti im, i regjisë, i cili i ka pas prova, e kena ble ato prova. I këtë dëshë me thonë. E kena ble. Diku për them kena ble, s'kena ble, po s'di unë menaxhmenti im që ka po. Nën me fol. Tash, unë po dëshë me thonë këtë labis që ti publikove video. Bia ka gjetë me Labinot Axhiu telefonin. Dëgjoj, e kanë thirrë në dhomën e fëmijëve. Labinot Axhiu ja kanë ndru kontratën, ja kanë Menaxhmenti. Alo, apo dëgjon, ja kanë ndru kontratën Labinot Axhiu, ja kanë dhënë një shpërblim, i kanë thënë s'bon me fol Miranda, as Bia ti, edhe Labinot Axhiu ka pas medal më një herë mbas teje, ku kam qenë nominim unë, Alba, Toni, Bia edhe Labinot Axhiu. I pari, më fal. Ka nga që nuk e ka bat më në telefon. Domethënë Labinot Axhiu e përshëndes
nuk kam kundër ti asnjë gjë, meqense se ai më ka thirr me bijen edhe jemi dëgjuar. Unë s'e kam thirr se si ja di numrin, po ai më ka thirr me bijen edhe i kemi fol. Edhe tani çka ka ndodh? Qose ka gënjur në televizion, se jam dëgjuar me Labinot Rregjo kur ai 2 ditë përpara u dëgjoi me mua. Ai më ka thirr se kom thirr unë. Edhe tash, do të thonë sepse ai ku po shkon intervistë po përmenden tim se ju e dini që ju të gjithë më keni sulmu mua, se ju i keni ditë që përmes me mund me dalë para, se ju as ka pas hi aty as kamera, as ka do të thonë nuk ka qenë kamera. A din si të fol ti mua? Ti vetëm shkurtër. A kupton se ti, o vllai, sekond, se ti të fol sikur. Ama nuk e përfundon. A kupton o vllai se ti personazhi më negativ i Big Brother VIP Kosova 4, vllai ti të fol si me fituesi. Jo më jes, sekond se të fol me mua. Jo më ja. I sekond se të fol me mua. A kupton se ti Labinot Agjiu, ja kanë dhënë kontratën, ja kanë personazhi më negativ i Big Brother VIP Kosova. Edhe kena me të dhënë sikur ke dal fitues. Sipas bijes ja kanë dhënë, domethënë bija më ka thënë e kam incizimet bijes. Ti çka ke bë? Ti personazhi më negativ. Jo, e kam edhe qizime bijes kur thot ja kanë dhënë, i kanë thënë që kena me shpërblyj me 4000 euro në Libanes. Personazhi më negativ i Big Brother VIP Kosova. Edhe ti po thu, ti po flet me shumë relata ka qenë nominimi Labinoti, Bija, Nailiri, më vjen Nailiri, fal. Jo më lab, nuk ka kështu. Bija, do të thonë unë kam. Çfarë flet me vazhdon të flet me kamerë. Unë kam dal, menaxheri labit, më çoj sekond. Ditën e parë shikuar labi aty, edhe flite me mua shifte, janë sjell kamerë. Janë kamera të thotë do flas me kamerë. Unë s'kam marr për ty. Edhe unë kam marrë me lut me ty, por publiku unë kam marrë domethënë më ja tregu publiku që sa dopt jeni ju. Edhe që s'dinas me las, me fshi, as me personazhi më negativ. Tani çka ndodh? A kupton se Rogerti, personazhi më negativ i Big Brother VIP Albania, ka arrit me kthy audiencën, me apo audiencën për veti. Ti në asnjë moment nuk i arrit me kthy audiencën. Ti ke hik negativ, vazhdon me të sot personazh negativ. Ti gabim me Rogerti. Ti do të sigur je fituesi. Apo më dëgjon, as po më dëgjona momenti që kemi qenë në nominim Toni, unë kam dalë më i votuar, tani ka dalë Alba, Toni, Bija dhe Labinotin. Çka bëjnë këta? E qesin jashtë Tonin, edhe majnë, domethënë, kur kanë pa që publiku i ka kuptuar. Kam i pyetje nga Toni. Një sekond, se për mëne Toni, kam i pyetje nga Toni. Kam i pyetje nga Toni. Di se thirrim, por kam i pyetje nga Toni. Jo, thirrim sa. Toni thot. Lap pse nuk e dove bakshishin para 2 javë si knume te Nora, te Nova. Nuk e di ku është. Nova. Lap thot para 2 javë kena kanë te Nova. Po. Bakshishin thot pse nuk e dove. I ke morë për veti, nuk e dove bakshishin me Tonit. Pse? E para punës unë Është nga Toni kjo pyetje. Po. E para punës unë nuk e ndaj bakshishin në çdo bromje që këndoj. Edhe orkestrë time kur kam darsëm i ndan Bajrami Jupi. Atë natë ka ardhur me mua me pronarin Astrid Islami në Nova. Ora kthe përgjigjet e Toni, lënë Bajramin e Astridin, kthe përgjigjet e Toni. Astrid është pronar, edhe ka ardhur domethënë te Nova. Toni edhe kemi qenë bashkëpunuar me të, nuk i do bakshishin. Po ka knuaj aty? Po ke bashkëpunuar me të. Nuk ka knuaj, ke bashkëpunuar me të. Andan bakshish me neve, andan ai që vallzon me neve. Unë jam këngëtar ndajn. Tash nëse ka vallzu ai ose moderator nuk kam këndu, unë s'di që do të më dalë kamerierë ose që vallzojnë ata, më da bakshish çaq. Ti po thuaj se Toni nuk i ka taku jo, ato në të fol, nuk ka pas atë natë shumë bakshish, ka 100 diçka franga, kemi qenë në 4 veta. Edhe unë e Erkani kemi këndu muzikanti, edhe shtëpia që i dan bakshishin sigurisht që është ligji i shtëpisë, edhe shumë normale edhe për zërimin, për funijen. Edhe unë s'ka pas shumë edhe Toni ka qenë vetëm misafir, domethënë misafir si personazhi i Bigut. Dhe s'ka këmbë. Edhe ti nuk ka kanë arsye për më dhënë bakshish Tonit. Po nuk e di vallai, mund me pyet pronarin. Çfarë mesazhi ke sot për fituesin e Big Brother VIP Albania, lundrimin? Shumë djalë i mirë, nuk e ka merituar fitoren. Ka luajt në 1 muaj e gjys ka luajt mirë, tani mas 1 muaj e gjys ka flajt me Suruma. Dhe lojën ka luajtë lojën. Ke komunikim la me të? E kam tash ai nuk e di ai ka pranu apo i kanë treguar dikush, unë ditën e parafundit, domethënë un kam qenë për ludon, po që
tani Se më bërë për lutën, se e bërë lutën si me kënë lube, superstar Jack, për Çabani e bërë edhe tani e kam shpërdalë në Instagramin tim, të cilin e kanë pa bi 300.000 në store, e kam shpërdalë lundrimin, edhe besoni zot që ludos ja kom qu unë një 1999 që mundesh me qu me kompjuter, vota, kurse për shen respektit cilët unë mendoj mas ludës, mos kishë fitu që e du, tasha ka meritu ludo ajo, unë e kam pas shok vlla, e kam pas shok edhe njofim që moti, edhe tani mas ludës unë kom pas dëshirë me fitu, me fitu lundrimi, beson e kom qu një 15 vota, po jo ma shumë edhe e kom postu në Instagram, edhe menaxhmenti im e ka pa edhe u befasu pse, thash vallaj ma tha zemra me postu edhe e kom postu. Edhe që ai nuk ka pas respekt. Momenti që tregimi im jetësor që nuk kum ja bë halal kur, spaku me të ardhe armiku në shtëpi, momenti që ti në ekranin del tregimi jot jetësor për babain tim të ndjerin, i cili ka dhënë shumë për Kosovën, edhe shumë baballar të tjerë. Edhe folet për jetën time, për gjyshin tim, për familjen time dhe ti qeshesh. Edhe për e plus edhe i thot stresi vjen për mua, të cilën deri ditën e fundit ty s'nje stresis, një shumë fjalë të kota, erdhi vetëm për mua, se nuk erdhi për ata. Dëgjoj, edhe fund që erdhi djali im në dhomën e së lutem më lejo. Erdhi në dhomën e së surprizë i tha Dinit, "Ej Dini, merre me një herë çelja deri në shkron." Dush me pas respekt kur vjen dikush. Ato nuk ja bëj kur halal, kështu që kam menduar që mund më kon gjeste ose Luizi, po unë ja të regoj që publiku shqiptar jo mos ai nuk erdhi me deklarata. A kur se ti ishe ai që ditë e para që thoshe që un jam kalu gjestit valla. Jo lude. Ti ishe ai që ditë e para kur atë un jam thoshe nuk ka gjesh asgjë gjë para me, un jam kalu gjestit. Çka keni bën një javë derisa s'kom qenë unë aty, ju. Kush ju çoi për xhumit juve? Falënderes. Jam as 2 javë edhe një javë në ato ti. Kush ju la pa xhum juve? Kush ju çoi për xhumit? Kush e bëni dinamikën? Kush e bëni lojën me një që ardha unë? Çë momentin e parë, çë momentin. Jena rregull. Shumë faleminderit. Ishte te fustan, momenti që shumë unë. Po më ma tregoj diçka pozitive, lapsi ti i dhon Big Brother Kosova. Momenti që unë kam thënë për lundrimit fustan, tani kam kujtuar që komuniteti i LGBT thuje. Po, mundet më qu protesta kundër meje ose me që kanë ndodhur, domethënë që kanë ndodhur në shumicën e Bigut, edhe unë çka kum bë se unë jam artist. Edhe jam vesh që me tregu që unë nuk jam kundër te, por unë jam kundër shumë kur veshesh. Po adin me bë në far shaka, ajgare, po ishte vetëm kohën e kufizuar. E prandaj jam vesh çash. Ki ba operacione plastike në fytyrë. Ku? Operacione plastike në fytyrë, sepse mua më duket. Po vesh. Okej. Ja, botoxa xhana sepse mua më duket ti një dhe Robert Berisha dy jeni basi Barbie të stradës me operacione plastike tash e parë. Edhe jo se ka hije sepse momenti që u diskutu kur ishim natën në nominimeve, momenti që u diskutu operacione plastike, ti dole the un kam pas të marr në buzë edhe e devijove komplet muhabetin. Po, në fakt ta them sinqerisht, unë kam pas një kis domethënë këtu, edhe tash më duket që një javë ka nisë përsëri. Sa nuk e besoj. Jo, në rregull dhe. Ore s'e kam besën hiç. Jo, ta kam besën. Po nuk ka dalë domethënë diçka shumë alarm, domethënë që duhet me pas frikë. Edhe në disa kohë mu frikë edhe kjo edhe këtu, por botox po kam bën në syt. E pranoj, kam bë ball. Edhe para 3 vite ajo që më ka bë botox edhe para 6 muaj, 7 muaj. Ti dhe Robert Berisha jeni shembull që 3 vjet nuk e di pse e si burra do të më bëj si bukurosha me botoxa, me xhana, bravo. Mes lundrimit edhe Eliones, ku dolën të dy që u prit finalja. Kush kishte dashur ti dëshirë, sikur ta kthejmë mbrapsht. Kush kishte dashur dëshirë ta fitonte lundrimi apo Eliona? Çre. Po më rrin tem, please, mas më hap tem rrugës, tamam. Me qenë realitetin, me thënë si realitet, dikush që është i ri apo e reje, ka nevojë sepse unë dhe ti s'kena pas mundësi, në aso kohë s'ka ekzistu as Instagrami, as Facebooku,
as Big Brother që më na dhon këtë mundësi. Na një film nëse kemi bo, ose një këngë nëse kemi bo, ka vit një vjet me që në për televizion, s'na pranojshin, ka qenë vështirësi, tash është shumë lehtë me arrit në emër. Me të vërtetë sinqerisht po ta them, ndoshta ka pas më shumë nevojë, domethënë dikush që është më e re. Është ti po thua si ta kishte fituar Eliona. Por të them edhe në anën tjetër, edhe lëndrimi se nuk ka kushte të mira, sa kam dëgjuar tash kur kam dalë prej Bigut, edhe po të them sinqerisht jam gëzuar shumë, mbasi që nuk e mori Ludo, jam gëzuar shumë që e ka marrë lëndrimi. Çka? Po pse jo mos më marr edhe dikush më i ri se ne, që me gëzu ato para, me ecë përpara, sepse nëse ecin edhe ata përpara, ndoshta edhe ne, ndoshta më fal ta kry, ndoshta edhe ne mbas tyre mund të shpërblehemi në anën tjetër, sepse mal me mal unë kam thënë edhe një status dje kam bërë për Klodin, male me male ka nevojë, sepse nuk bën me thon kur nuk du mu pa me Nailirin, ose nuk du mu pa me Arditin, ose me atë tjetrin, sepse unë ta them se bota është mbullat. Para 2 ditëve ishte Arditi në Tiranë, përshëndesim në Shkruvi, por unë isha me xhirime në Shkruvi. Valla unë se përshëndeti ishte se 10 herë kom tis më ka kap telefonin. As nuk e përshëndes, as kur. Inshallah gjena punë ai darsëm. Respekt shumë. Oh my. Jo më unë jam i sinqert. Ni publiku. Je negativ po ndufar. Jo, je negativ po ndufar. Domethënë publiku kur tek jashtë çka kërkon ti më brenda. Ai domethënë tash e kom pa do video edhe ama për edhe Arditi ta parë tanve, ju letë tanve marr. Ju letë tanve marr muhabetin. Hajde më bër. Hajde Ardit. Faqe zia të tua. Të mihat. Unë ç'a bëna? Hajde. Bino të Regja. Big. Sepse mora qaf dhe disa persona që kanë ardhur. Hajde shikoni kush është në lirë. Speci. Nailiri. Në fakt ina në hak se që po ta them mas pari po shkoj me Arditin. Asnjëherë nuk e kam numinu. Ja. Asnjëherë, as Elionën për shkak të respektit që varësisht. Çe të treguat tash aty, na tregon një të kuptoj. Unë kam bërë lojë. A është mirë që kam përmend familjes? Familja saj nuk është mirë, se familja nuk ka luajtur në lojë. A është mirë që kam lujt lojën, normalisht që është mirë se nuk kena shku me lujt. Por, na e liri, kurse kam nominu? Qëre, Alba Pëllëzhanin, kurse kam nominu? Elionën, kurse kam nominu? Benitën, kurse kam nominu? Kushtrimin fund e kam nominu, kur i qëma? As kushtrimin kur, qëre. Arditi. Eliona, nominun mu. Okej, që shkoj. Arditi, Eliona aty. Shkojmë tjetër, apet Arditi. Eliona, lëndrimi, Sasa, Toni, shoku jam Toni. Arditi përsëri, Eliona. Eliona, Fjolla, Sasa. Arditi, apet. Apet Arditi. Kushtrimi, Eliona. Dhe më thëmë, unë jam nominu, jam më i nominuar në mas gjenetës në gjithë historinë 4 vjeçare të Bigut. Do të thotë, edhe gjitha nominime i kum kalu më mirë sekret. A dini që ju, unë e kam informatës sakta dhe vota, që atë natë kur u shpallë si më i preferuar lëndrimi, ka që kum qenë unë? Ti i ken më i preferuar, unë i kam prova kret. A dini kur ka qenë Eliona, edhe kur kemi qenë 3 lojtarë më të preferuar. Ti i ken më preferuar edhe më pa preferuarin, nuk kanë dash me emra me thënë, kanë thënë 3 në dalin dhe 3 pa, edhe 3 ma edhe e qitën shkurtën, atë Jasminën edhe Tonin. Nuk na thënë emra kush është më, po na i kemi prova gjithë që kum dalë më i votuar. Do të ta mu kanë dash me më shdrip morali, me më shdrip atë fuqinë që kam, atë bindje që kam, edhe mos më friku të tjerë. A do jetë a është prap Olsa Muhameti do bën prap Big Brother në Kosovë? Unë nuk e di vallaj, nuk më intereson, po unë pres që produksioni me ndru menaxhmentin, me ndru moderatorët, me ndru... Me fjallë ti po thua Alaudini nuk bën si moderator. Jo, mara, unë kam respekt e shpesh dhe po ti po thua me ndru? Pa, tash, do të me ndru bre, se ti nuk mundesh me ogrë me një gjithë natën pite. Me ndru pak, a kupton, me bo pak ma ndryshe, sepse qëre mu
Pasha zotin muhakun ma kanë ongër shumë, edhe unë kumë bo shumë para të shtëpi. Po është një status lap që mos u gabosha dikut që po thote që ti i kishe thonë si Ledionit, që Ledion jam gati për bigun e Shqipnisë. Po, kam qenë gati të nesër, se Ledioni e kom bo follow dhe ma ka kthy follow para se mi në bigun e Kosovës. Po. Edhe kam qenë i gatshëm të nesër me in, por tani duke folur edhe me familjen time dhe me menaxhmentin tim, më kanë thënë që ti duhesh me bëni pauzë, mu marrë vetëm me darsme me muzikë. Edhe por pse jo vitin tjetër ose si vjet nëse vazhdon bigu pres një ftesë prej Pres një ftesë nga Ledioni. Po. Nëse është ajo ose dikush tjetër aty. Po. Po pse jo edhe nëse ndrohet edhe me fjalë e kënaqen në Kosovë, tash do më kënaqen në Shqipëri. Valla unë ato që produksioni ju ka zgjedh ju e kum qit jashtë. Labi. A e ke dal jashtë? Labi. Do t'i përmend disa emra të banorëve. Po. Ti më thuj një fjalë për ta ose diçka të shkurt për ta, po mos më zot. Alba Bollazhani. E Artu Kulume, ka dhënë argëtim, ka dhënë loj. Kaç pak. Toni. Strateg shumë i mirë. Klodi. Klodi. Për vete nuk ka ditë me luajt. Klodi. E ka vjedh lojën e Tonit, i cili ka pas Toni lojën me femrë me luajt deri fund. Ora një fjalë. Ja prishi babai. Tonit, okay. Po. Lundrimi. Ka qenë fani shumë. Eliona. Eliona nuk ka bo loja aty, por historia e saj ka pru aty deri ku erdhi. Ka meritu dhe gjysë finale, po jo finale. Sasa. Një vajzë shumë e kulturume. Bia. Po të kish ditë me folë shqip, na kish sakatu kretve. Kushtrimi. Javën e dytë e ka meritu me shku shpi. Shkurte. Unë besoj dhe po mos të ishte zënë me mua, ajo kish shku deri finale. Në Iliri? Najliri ka kujtu se ka arë në bashkë e babas aty, por shumë i urt, jo guzimtar, shumë i urt, jo guzimtar, edhe në bik nëse nuk je një 10 hapa për para, trenit të kalon. Pa më lap. Dakor jam me ty. Dakor jam me ty. Por unë nuk shikoj. Jeta vazhdon më lap. Nuk është jeta vetëm Big Brother. Jeta vazhdon mbrapa. Jo, Big Brother, apo më të ndërton edhe karrierë, të aprish karrierën, edhe besa të jetë shumë. Apo më lëndes, sepse ti the, okay, në lirë ka bëgë gjë. Dakor jam me ty. Përçeve javën e fundit më ke përçi shumë. Dakor jam me ty. Por unë nuk jam i gatshëm vetëm për hatet lojës, sepse unë lap nëse nuk njifem bashkë po jetë shumë. Unë e moj vedin me karakter, e moj vedin me burni, e moj vedin me ftyrë. Nëse nuk je lek sot nuk ka, nëse nuk je ëmbër nuk krejt kime ndërtu kur ke nuk ka gjithçka Big Brother. Nuk ka gjithçka Big Brother, dëgjoj Big Brother. Big Brother më çdo Big Brother unë ti s'kishim pasat. Do shtaj të shimpa në videoklip, po miqësia dhe dashuria ndërnjerëzore, domethënë që kemi arritur me formu aty dhe me arrit, domethënë edhe miqësia, edhe besoj që këtu sot ku jemi. Prandaj ti, momentin që një ditë kinajt aty, një javë, 2 javë, hajër ekipa. E para, përpara të uroj sukses, po unë kam shpresu. Edhe me qenë se që në dhomë e rëfimeve, edhe në dhomë e rëfimeve që më kanë thënë që e për shumë. Keq për produksionin, ama nuk ka fol kush më keq se ti për produksionin. Sepse tha ndrova, sepse Big Brother ka kërcënuar gruan tame. A ta them tani? Thuje. Momenti që ti e din që ke vota, ke bo shumë për një shtëpi, edhe ajo shtëpia, dëgjon nëse Big Brother kish dash me të qitë mirë, ata bëjnë mrenda edhe personazhi më i keq bëjnë me qenë, domethënë me dal publik i mirë. Kur ti bën shumë për atë shtëpi dhe je sigurt që çdo në minim i ke kalu dhe ke arrit deri aty, ata nuk e meritojnë nga unë respekt. Kjo është. A hajr nuk ka njeri që ka qenë në bik që nuk i ka pa hajr. Ajo është e vërteta. Ecim tutje i Gerta. Më thuj diçka për Gerta. Po jo s'kam nevojë gjumashe
Qaç, ecim tutje. Edhe më e bukra, Toni, më e bukra atë kur është në pijame. Toni, Ec, tutje. Toni, kishte hedhë histori, më duket pak para se. Vetëm vazhdo ti me Tonin, fol për Tonin. Vazhdo me mua. Çka kemi për mua? Jo, isha të të gjerë atë. Okej. A ki harruar dikon Për ty, tjetër? okej, për ty lap kam vetëm një kërkesë edhe a ka mundësi me ma ba pak shefin, sepse unë kam thonë, në momentin që kena kanë big, unë ti jemi sinqert, vetëm ty të kam njoft. Ti jemi sinqert. Pra në fund që kur e thash ju si jeni asnjë vip vetëm unë, edhe ky më ka vërsul me shumë keq më ka vërsul në kemi qenë në bashkë. Thash o vëlla s'pe një kërkon pasha Zotit, cili vip, cila kon çka keni bëju, çka keni më bë pas kësaj. 2 muaj, 3 muaj, bas 3 muaj çka. Tash e pranoj, familje, çet më vjen po mirë. Jo, nuk ta mirë. Dakor, po të bësh diçka. A duket ty fair? Okej, sa vjet ke karrierë ti lap? Bin 25 vjet. Bravo. Kurse un kam 1 vit që bëj podcast. Kështu un e kuptoj lap si Sa mirë the, meriton ti me qenë bige unë jo. Tani që po du ti protesta se tim ke thon 3 vjet protesta. Ti ke 25 vjet. Ti me 1 vjet që nuk ti je skushia jot, meriton me qenë big. Unë me 25 vjet, 340 kon karrierë tame, 30 albume, 250 videoklipe. Domethënë, 350 gjatë 50 ka viti, 150 bromi me darsmë brenda vitit. Unë, domethënë, nuk meritohesha me qenë në big, ti meritoheshe. Kjo është rregull vëlla. Jo. Ose, domethënë jeta nuk është e drejtë. Wow, çaj. Vetëm për çfarë? Nuk je drejt, vetëm për nuk çfarë? keni qenë drejt me mua. Çet natën e parë keni sulmu me protesta me 3 veta. Vetëm për Nuk është e drejt burr. Vetëm për Bonu jo ti, po bonu gjithë realisht. Jeni tut vallaj palc, nuk zgjumë nuk e gazon kur e kom sulmu juve. Vallaj xhumë se e disha, po. Sot për çfarë video? Ai na rregull. Do ma kënash pak çore xho. Patjetër. Aman se Përndryshe unë kam marr Shkodër kam dars më shumë, respektoj shumë Shkodran, i du Shkodran. I di këngë shumë shkodrane, kam bo këngë bashkëpunim me Bujar Qamilin, me Eli Malaj, me Eli Zhira në Sokoje që është e Shkodrës, kur ka bo festivale, ai ka marrë 2 çmimet në festivalin e tij që ka qenë Shkodra këndon, edhe i falenderoj shumë Shkodran, unë i du shumë Alsor, sepse kam këndu shumë në Lezhë, në Ulqin, në Klodin e dashkëshëm, se Klodi Amalcor. Klodi e dashkëshëm, se Klodi Amalcor. Klodi apo Malcia. Unë besoj që Klodi është i artikulum shumë, po qasje cilën është u bë tani ai mazdalet bigut është e ka gabim sepse nuk bën me thon kur me labën me almën të cilën unë kam qenë kur ka qenë më skeqe donjëherë jacuzzi shkoj ke unë u afrojsha jepsha. Po. Çore xho. Çore rejo dilit e lomo darso madhe po bonona çore jo ço diallo ço mai mirina po se scanona dietro çore jo ço diallo ço mai mirina po se scanona dietro. Të nderuar të rishikues, kjo pra ishte Labinot Rexha. Gjithë Borelin, çunat atje në Agli që këndoj te Toni, te Mondi, falenderoj shumë Piano Bar, Arif Dushaj, edhe gjithë ata që më ftojnë në Darsma, Preshevën, Bujanovcin, Prishtinën, Gilan, Ferizajin, Prizrenin, e posaçërisht diskotekën Bolero edhe Nova Lounge. Lap. Falenderoj shumë. Falenderës. Një kënaqësi. Tum. Ciao. Natën e mirë. Natën e mirë lap. Ky podcast u mundësua nga Max Mavrud, Max Wine, vera më e mirë shqiptare, Bit Investment Group, Tenda Tushi, Big Brother Boutique Shkodër, Eagle Rental, Zeus Dental Clinic,